Birgjeresha, sot, me përplasjen Mars-Jupiter, mund të ndihesh i shtyrë të dallohemi dhe të spikatur, por njëkohësisht mund të tërhiqet edhe dëshira për të qetësuar veten dhe për t'u përshtatur me të tjerët. Ka një dëshirë të fortë për të zgjeruar horizontet e tua dhe për të provuar gjëra të reja. Romanca mund të nxehet shumë sot dhe kjo mund të shkaktojë tension midis një marrëdhënieje romantike dhe miqësive. Bëj kujdes të mos e teprosh ose të përpiqesh të kënaqësh shumë njerëz njëkohësisht. Jo gjithmonë më shumë do të thotë më mirë. Shmang mënyrat e rrezikshme për të zgjidhur problemet duke krijuar të reja për veten sot. Përkundrazi, kërko mundësi për të përmirësuar jetën sociale ose romancën pa marrë më shumë përgjegjësi. Nga një ndjenjë pak shqetësimi ose qetësie të munguar, mund të shohësh mundësi të reja që të ndihmojnë të rritesh. Hëna qëndron në sektorin e burimeve të tua gjatë gjithë ditës dhe kjo mund të ndihmojë të qëndrosh i përqendruar. Ndërsa dita avancon, përdorimi i më shumë disiplinës në vetvete pasqyrohet mirë tek marrëdhëniet e tua dhe të bën të ndihesh më i fortë dhe më i plotësuar.